Përshëndetje të dashur miq. Si fillim, ju uroj një vit sa më të mbar, me sa më shumë mirësi, begati, dashuri, lumturi, gjithçka që ju dëshironi dhe që zemra juaj dëshiron. Kjo video është një përshkrim i energjive që mund të ketë patur viti 2025 dhe që mund të ketë viti 2026, duke u parë në këndvështrimin e horoskopit kinez, sepse viti 2025 në horoskopin kinez karakterizohet, ose më saktë është viti i gjarprit, ndërsa ky vit është viti i kalit, por i kalit të zjarrt. Dhe ne do të ndalemi tek secila prej këtyre energjive për të thënë karakteristikat që mund të kenë secila. Vitin 2025 ne kemi kaluar dhe nëse ju i keni ndjerë të gjitha këto energji, mund të keni patur për shembull momente që ose i gjithë viti mund të karakterizohet nga disa humbje, mund t'i quajmë, ose e keni parasysh edhe gjarpri për shembull duhet të ndryshojë lëkurën e tij që të transformohet në një version të ri të vetes. Pra, e humbet lëkurën e vjetër për të rifituar të ren. Prandaj e cilësova si humbje, sepse për shembull mund të keni humbur vendin e punës, mund të keni humbur lidhje të shenjta për ju, ose mund të jeni për shembull të jeni shkëputur prej tyre, dhe shumë të tjera si kjo. Edhe në fusha nga më të ndryshmet, apo për simbole dhe simbolika nga më të ndryshmet në jetën tuaj. Sepse vetë simbolika e gjarprit karakterizon faktin që gjithçka që nuk përputhet më me versionin e ri që ju dëshironi të jeni, keni punuar të jeni, keni manifestuar të jeni, apo qofte edhe kështu është e thënë, edhe nëse ju s'keni bërë punë, manifestimi që të thoni përse ndodhi, thjesht kështu është e thënë. Ju në 2026 do t'jeni një version i ri vetes suaj, do t'jeni një karakter, si të thuash, i ri, sepse të gjitha këto mundësuan që në radhë të parë, dhimbja mund të ketë hapur zemrën tuaj. Dhe kjo lejon që ju të mund të keni një fillim të ri në jetën tuaj, në një fushë specifike, mund të jetë për shembull një fillim i ri në dashuri, një fillim i ri në karrierë, një fillim i ri në jetën tuaj në përgjithësi. Dhe kjo pra karakterizohet me faktin që ju po bëni një version i ri vetes, ashtu sikurse gjarpri, me qëllim që të mbijetoj, me qëllim që të jetoj sërish, duhet të ndërroj këtë lëkurën e vjetër për të bërë një identitet i ri. Dhe nuk po them që është një gjë e bukur apo e thjeshtë për të bërë, edhe pse ne e dimë që do të shpërblehemi. Është shumë e vështirë, sepse kemi të bëjmë për shembull me gjëra që ne i duam, kemi të bëjmë me gjëra që ne kemi lidhje me to, kemi të bëjmë me njerëz të dashur, kemi të bëjmë me pozicione që ne jemi mësuar aty, pra ka qenë familjare kjo gjë për ne. Mund të mos ketë qenë më e mira e mundshme, mund të mos ketë qenë dhe ne ta dimë që për shembull ka qenë toksike, një lidhje toksike, një mjedis toksik. Por ne kemi qenë familjar aty. Dhe për trurin ton, për sistemin ton, është shumë e vështirë që të bëj këtë lloj ndryshimi, sepse kërkon që ne të lëmë shtëpinë dhe të dalim në territor të huaj. Dhe kjo është si një alarm rreziku për të gjithë sistemin ton, sepse mendja dhe vetë trupi duan të jenë në comfort zone, duan të jenë komfort, duan të jenë tek gjërat familjare të parashikueshme, që e dinë se çfarë do të ndodh, e dinë që për shembull rutina juaj është kjo, dhe në momentin që kjo gjë prishet, aty fillon ankthi, paniku, fillon kaosi, që në fakt është thjesht një kaos që largon gjithçka që nuk duhet për t'i bërë vendin gjërave të reja. Dhe ndonjëherë natyra është vetë rregulluese e gjërave, sepse shembulli që po më vjen në mend është për shembull gjethet duhet të bien në vjesht, por mund të ketë patur raste që ju i keni shtrënguar disa gjethe dhe keni thënë jo, nuk dua të çliroj. Por me qëllim që të mbijnë gjethe të reja, natyra sjell një lloj ere të fuqishme. Dhe të gjitha gjethet tani më do të bien sepse s'kan nga të mbahen më, s'kan nga t'ja mbajnë, si thuash. Dhe ju mund të mërziteni shumë në moment, dhe ndoshta nuk e kuptoni pse ndodhi kjo, pse ndodhi ky përfundim i X gjëje në jetën tuaj. Dhe vetëm për t'i lënë vendin që koha më pas të tregoj që kjo ishte për më të mirën tuaj, dhe që shumë bekime të tjera janë destinuar për ju, dhe prandaj ndodhi e gjitha kjo që ju të krijonit vend për këto bekime. Dhe nga ana tjetër, viti 2025 mund të jetë dukur shumë vit i ngadalt, ndoshta për shumë prej jush.
dhe mund të jetë dukur si një vit që keni dashur që gjërat të përshpejtohen, keni dashur që ju të ose keni menduar që ju të ecni shumë herë më shumë shpejt dhe jeni hasur thjesht me ngecje, shkëputje, pengesa, vonesa, nga më të ndryshmet dhe ju thjesht jeni konfuzuar më shumë përse po ndodh e gjitha kjo. E gjitha kjo po ndodh sepse me qëllim që të gjitha këto ndryshime të ndodhnin, ju duhet që të reflektoni, ju duhet që të relaksoheni dhe ju duhet që të jeni në, si thuash, të lejoni, të çlironi kontrollin në lidhje me të gjitha këto situata që këto të ndodhin, pra që vetë natyra, vetë universi t'i rregulloj gjërat në favorin tuaj. Prandaj gjërat mund t'jenë dukur si në vend numero, mund t'jenë dukur sikur qoftë për ju që merreni me manifestimet, qoftë për ju që thjesht e jetoni jetën tuaj, ndoshta nuk e kuptoni sepse ne gjithë manifestojmë, që kur ngrihemi në mëngjes, në çdo moment të jetës sonë, ne manifestojmë çdo gjë rreth nesh. E kuptojmë apo jo është tjetër gjë pastaj. Dhe ne mund të dukur sikur çdo gjë që ne kemi dashur dhe kemi manifestuar dhe kemi punuar dhe puna jon nuk po shpërblehet ashtu siç ne e kishim menduar. Dhe kjo ka ndodhur për një arsye. Sepse në të kundërt, ka shumë gjëra që ne nuk i shohim në përbasken. Ka shumë gjëra që ne për shembull jemi të mbrojtur dhe pa e ditur, dhe kjo vonesa është një mbrojtje. Kjo vonesa është për shembull si të thuash na zuri e kuqa këtu, por nëse ne po e marrim shansin ose probabilitetin që ne kemi kaluar me jeshile dhe nuk na zuri e kuqa, ndërkohë një makinë tjetër po vjen dhe ndodh një aksident aty. Dhe kjo e kuqa që na zuri ne, që na frustroi, mos pse na zuri e kuqa këtu në trafik, ishte ndoshta shpëtimi ynë që të mos ndodhte kjo e keqe. Dhe që kur të jetë drita e jeshile, ne të jemi të sigurt të ecim përpara dhe të mos na vinte një makinë pa pritur që ne të përplasemi. Pra ka shumë gjëra që ne ndoshta duhet të ngrihemi sipër dhe t'i shohim me një shikim si zogjt ndryshe, që e shohin të gjithë panoramën nga lart dhe shohin që kjo gjë ndodhi për këtë gjë dhe kjo vendos këtu për këtë arsye, por kur ne jemi këtu poshtë, ne shohim vetëm rrugën tonë, ne shohim vetëm kaq është rreza jonë e shikimit. Nuk shohim pse po ndodhin gjërat e tjera rreth nesh. Prandaj është e rëndësishme të besojmë në këtë lloj situate dhe thjesht ta dimë që po ndodh për më të mirën tonë. Për aq sa kohë që ne kemi qëllime të sinqerta, zemër të pastër dhe që ne kemi bërë vetëm mirë, e mira do të na vijë. Por nuk është ndoshta nuk e dim ne kur është koha e duhur. Ndonjëherë mira është që ta çlirojmë këtë kontrollin se kur e duam diçka, sepse është pa diskutueshme që energjia e mirë që ju keni dhënë do t'ju vijë në jetë. Por në mënyrë të sigurt dhe që të shndrojë me ju dhe që të mos ketë përplasje dhe që të mos ketë për shembull një thes të çarë, ajo që po shikoj tani është për shembull një thes i çarë dhe rrugës e gjithë mirëqenia juaj është duke u humbur. Ndërkohë që në kohën e momentin e duhur, ju merrni të gjithë vëllëkun që ju meritoni dhe është i mbrojtur, dhe gjithë të kohë ka qenë i mbrojtur. Tani u zgjatur shumë, mendoj, tek viti 2025. Nëse ju keni ndjer këtë energji, do t'isha shumë e lumtur që të më tregoni eksperiencën tuaj, sepse tani më e kemi kaluar dhe ju e keni tashmë panoramën e qartë të këtij viti. Ndërsa energjitë për vitin 2026 janë shumë herë më ndryshe. Dhe personalisht e kam ndjerë që edhe nga dhjetori këtë lloj energjie, por që thjesht ndjesin manifestimi ndodh gjithnjë më pas, pra në fillim ne ndjejmë dhe më pas manifestohet në realitetin tonë dhe bëhet ndoshta edhe diçka e prekshme. Por duke qenë se është dhe viti i Kalit. Dhe Kali ne të gjithë e dimë që varpon shumë shpejt. Dhe unë e simbolizoj me pjesën e lirisë, me pjesën e të qenurit i lirë, një shpirt i lirë. Po më vjen ndërmend tani filmi Spirit, nuk e se quaj, me Kalin, që donte të ishte i lirë. Duke qenë se është dhe Kali i zjarrt, lidhet me këtë energji ndoshta të shenjave të zjarrit në horoskop, që janë vërtet shumë, po jo në aspektin impulsiv që të veprojmë pa menduar, por në aspektin që do të çdo gjë shumë shpejt, pra i duan gjërat shumë shpejt, duan të veprojnë shpejt, ju vjen një ide, duan ta bëjnë tani. Kjo është ideja e këtij viti. Dhe mund të ndodhin shumë gjëra që pa pritur, të gjitha këto manifestime që ju menduat se nuk po ndodhin, që ju menduat se kanë ngecur, tani më çdo gjë do të lëviz shumë shpejt.
Dhe ndoshta jo në lidhje me manifestimet, por thjesht jeta juaj. Pra do të fillojë një ritëm shumë i shpejt që ju papritur nuk do ta merrni vesh një herë se si ndodhen të gjitha këto ngjarje, se si u takua këtë person, që u takoi me këtë person, që ndodhi kjo gjë, dhe të gjitha këto çuan që ju të keni x gjë në fund, të ndryshoni vendin e punës, të jeni komplet një person i ri, ndoshta të filloni të vishni papritur veshje të reja, të filloni të keni një rutinë të re, e shumë të tjera si këto që do ndodhin krejt papritur. Ndoshta thjesht doni të lini ëmbëlsirat për shembull. Këtë vit do të vi kështu si me magji dhe ju një ditë të bukur thjesht nuk do t'i konsumoni më dhe çdo gjë do të jetë shumë e thjeshtë, por do të jetë shumë shpejt. Dhe nga njëra anë mund të duket e bukur kjo gjë për njerëzit që kanë qenë në vend numëror dhe që mezi e kanë pritur këtë ndryshimin. Mund të duket një gjë shumë e bukur që më në fund gjërat po lëvizin. Por nga ana tjetër, duhet të keni kujdes, sepse në këtë lloj energjie të shpejtë duhet të ruajmë balancën apo jo. Sepse nëse nuk kemi balancë, ne mund të humpasim për shembull kontrollin e emocioneve tona dhe mund të përjetojmë për shembull një lloj divizje emocionale nga shumë të lumtur në shumë të mërzitur, në pastaj prap shumë të lumtur dhe pastaj në një gjendje të tmerrshme, sepse duhet të ruajmë balancën tonë dhe nuk duhet që të jemi në të gjendje që ose të entuziazmojmë më tepër se duhet, ose të kemi frikë, ose të kemi ankth, sepse gjërat po lëvizin shumë shpejt dhe ne jemi mësuar që gjërat të na shkojnë kaq shpejt dhe fillojnë ndjesia e ankthit, fillon ndjesia e kaosit ndoshta në fillim. Në fakt 2 muajt e parë mund të jenë pak më, e keni parasysh si kur fillon dhe merr xhiro makina që nuk i merr me një herë ndoshta, por do pakës. Por sa po merr atë lloj shpejtësie dhe ritmi, gjërat do të fillojnë të lëvizin shumë shpejt. Kështu që këto 2 muajt e parë të vitit, janarin dhe shkurtin, ju mund t'i përdorni në favorin tuaj që të mund të bëni ushtrime me frymarrje dhe që të mund të përgatiteni që gjërat të lëvizin shpejt, të mos ju vijë si një shok dhe të mos ju vijë e papritur dhe të mos ju zër ndjesia e ankthit. Dhe sigurisht që mund t'i ndjeni dhe ju në këto 2 muaj që gjërat po fillojnë të përshpejtohen dhe të lëvizin nga pak. Dhe deri në fund të vitit, ju mund ta gjeni veten në një realitet komplet të ri. Këto janë në përgjithësi, nuk dua të ndalem shumë në hollësi, nëse ju dëshironi mund të ndalemi edhe më hollësisht në këto energji, por që thjesht doja që ta ndaja këtë me ju, ndjeva të arsyeshme në lidhje me këtë vit, në lidhje me atë çfarë ne lam pas, dhe të dini dhe të mos shqetësoheni sepse gjithçka që u largua bëri vendin për diçka më të mirë. Dhe të mos shqetësoheni dhe ta mbani kokën pas. Ky vit nuk kërkon që ju ta mbani kokën pas. Është fiks energjia që nëse ju e mbani kokën pas, ju do të bini. Sepse ne thamë edhe drejt edhe mund të humbisni balancën. Imagjino që ta mbani kokën pas të ke kaluara, çfarë mund të ndodh me këto energji që mund të jenë pakës së shpejta. Kështu që e mira është që të fokusoheni përpara, të fokusoheni tek planet tuaja, sigurisht me mirësjellje, jo me zemërim ti të çlironi ato gjëra dhe të kaluarën, me mirësjellje, me dashuri dhe me mirënjohje më të madhe që ka qenë aty për t'ju ndihmuar ju të bëni versionin më i mirë i vetes, që ka qenë aty për t'ju mësuar shumë gjëra, mësime nga më të ndryshmet dhe t'ju përgatis ju për këtë vit që mund të ndryshojë jetën tuaj. Por ideja është të fokusoni përpara, të shikoni përpara. Ajo që ka kaluar ndodhi për një arsye dhe ju do ta kuptoni, jam e bindur këtë. Por fokusoni tek të bukurat, fokusoni tek planet që keni me qëllime të qarta dhe zemër të pastër, siç tham, dhe gjithçka do të shkojë në favorin tuaj. Shumë faleminderit. Ju dua vërtet shumë. Shihemi në video tjetër dhe ju uroj një vit sa më të mbar, që gjithçka që ju doni të vi tani më në jetën tuaj dhe uroj shumë që ju të keni balancën e duhur për ta përballuar. Shumë faleminderit. Shihemi në video tjetër. Mirupafshim.